Marrëdhënia me Italinë s'është më si më parë. Trump godet sërish Meloni. Presidenti amerikan Donald Trump ka sulmuar për të dytën herë radhës i kryeministin italiane Giorgia Meloni, duke sinjalizuar tensione të reja mes Washingtonit dhe Romës për qëndrimin italian ndaj krizës me Iranin. Në intervistë për median amerikane, Trump deklaroi se marrëdhënia me Italinë nuk është e njëjtë, duke lënë të kuptohet se disa aleatë evropianë nuk po tregojnë mbështetjen që ai pret nga partnerët e Shtetit Bashkuar në përballjen me situatën në lindjen e mesme. Ai kritikoi në mënyrë të tërthortë Italinë për mungesë angazhimi dhe përmendi varësinë energjetike të vendit, duke ju referuar importeve të naftës që kalojnë përmes ngushticës Hormuzit. Nga ana tjetër, Giorgia Meloni nuk ju përgjigj drejt për drejt deklaratave të Trump, por gjatë një takimi në Rom me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dha një mesazh të qartë politik. Aleanca Euro-Atlantike nuk mund të ndahet, një perëndim i përçartë do të ishte avantazh për Rusinë, theksoi kryeministra italiane. Presidenti i Ukrainës falenderoi Italinë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kievit, ndërsa Roma konfirmoi se do vijojë bashkëpunimin në fushin e mbrojtjes, përfshirë projekte të përbashkëta për sisteme ushtarake dhe dronë. Ndërkohë Italia ka shprehur gatishmërinë për të kontribuar në garantimin e lirisë së lundrimit në ngushticën e Hormuzit, nëse kushtet e sigurisë e lejojnë, si dhe për të vijuar ndihmën financiare dhe humanitare për Ukrainën.